Si thot popullit, 2 dur mi kry janë. 2 dur për një kokë, ndërkohë edhe ju keni filluar të vini duart në kokët e zyrtarëve të bashkisë. Po, patjetër që po. Siç ju thash, protesta e fundit ishte në nivel, ishte u agravua situata. Bllokuam rrugën, patëm përleshje me policin, në fakt të sjellësh 2 furgon me policë për një komunitet që mosha mesatare është 60 vjeç, unë se kuptoj domethënë, a thua se ne ishim kriminal. Por në momentin që ti vjen, më thua mua, do të prish shtëpinë, do t'jap bonus, aty pastaj jo, nuk bëjmë marrëveshje me djallin. Jo. Jo, aty jo. Aty jemi të gjithë në rrugë, të gjithë për njëri tjetrin, të gjithë do mbrojmë pronat tona. Shtëpia është shtëpi, unë nuk e kuptoj. Është shtëpi, është investimi i jetës. Me gjak janë marrë ato prona. Gjak është derdhur në ato prona dhe me gjak do t'i mbrojmë. Ju trëm data 16? Jo, nuk na trëm. Jo, sepse ne jemi e para herë kemi një le të themi një kompakt në grup. Jemi shumë kompakt dhe si e shqetësohesh ndokush, siç ndodhi për shembull në Astir që u shitën tradhtonin njëri tjetrin. Ne kemi dhënë fjalën njëri tjetrit që do jemi bashk. Deri në momentin që me ne nuk ka dialog, ne jemi bashk, ata janë ana tjetër, kundërshtarët. Nuk mund na propozoni shtëpia në jashtë qendrës së Durrësit, nëse do vini me propozim. Ka pasur propozime? Po, ka pasur propozime, është bërë një takim, dje unë nuk kam qenë prezente, por është bërë një takim me disa përfaqësues të banorëve, me kryetaren e bashkisë. Ajo ka dalë me propozimet e veta, banorët nuk kanë pranuar. Cilat ishin propozimet? Propozimet është që të merrnin metrat që kanë, po themi, aktuale të vetat, t'i merrnin në pallatet, mendoj që janë të tërmetit në spital, tani më falë. Tiri jeton blok. Pa. Edhe thotë i ka ndej nga, ku di unë? Një periferi. Jo, më sotëri kam jetu gjithë jetën këtu unë. Këtu e dua. Po mi, edhe kjo, metër më metër është pak kështu. Dhe kjo është skandaloze. Se 100 metra në blok nuk vlen 100 metra? Nuk vlen, jo, nuk vlen. Në rrugë industriale? Jo, nuk vlen. Nuk vlen. Më vjen mirë që sot ka personat të tjerë që ngrejnë zërin, se ndryshe ne do na sakrifikojmë pronat tona, gjithë mundin e familjarëve, prindërve tanë, për të ndërtuar ata bizneset e tyre. Është e pa konceptueshme që në shtëpinë time 100 metra në Via Ajrore po ndërtohet. Po ndërtohet 5 kate, po bëhet ai me terezin më të madhe. Ndërkohë neve na thonë ikni ju me datë 16. Është një biznes parukeri aty që nuk i prish punë askujt. Askujt jo, i prish punë dikujt. Sepse ajo s'ka lidhje as me murin rrethues, se po themi okay, unë jam ke muri. Ajo s'ka lidhje as me murin rrethues, s'ka lidhje as me pjesën e bulevardit. Kujt i prish punë kjo? Pron 30 metra katror. Prandaj ne e theksojmë selektivitetin. Sigurisht. Sepse ajo zonë, me sa duket, do merret në dorëzim nga disa eksponentë të ndryshëm. Biznesmen nuk dua të... E dim që quhen biznesmen Durrës. Qërë si ka, dhe ne të tjerët jemi të tepërt. Ne që jemi banor prej vitesh, ne që kemi pronat tona, aty kemi dalë të tepërt. Më falet tonë në zërë. Të është të dalësh i tepërt në vendin tënd. Po jo, nuk mund ta tolerojmë të gjithsesi. O do vim në një pikë të përbashkët, ku të gjithë palët të jenë të sqaruara mirë, të marrin gjithë ato që i takon, ose ne të vazhdojmë. Nuk e ndalim e